Me ne sot kemi knacin, ta kemi në studio historianin profesorin Selim Bezeraj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët zoti Bezeraj. Mirë se u gjetëm. Urime 18 vjetori i pavarësisë të Republikës Kosovës, është kënaqësi që gjendem sot këtu. Urime edhe juve, po ashtu, dhe një ditë e veçantë. Ju kujtohet 17 shkurti 2008? Po, patjetër që më kujtohet si një ditë shumë e rëndësishme, po ashtu edhe madje me shumë emocione dhe me shumë entuziazëm i pritur dhe i festuar. E kujtoj çdo detaj domethënë të asaj dite, domethënë si ka nisur dita dhe si ka përfunduar pra gjërë në orët e vona të natës, pra një feste jashtëzakonshme që ka mbretëruar atë ditë në Prishtinë, por gjithashtu dhe i ftohti që ishte atë ditë pra para 18 viteve, kishte mbretëruar një temperaturë shumë e ftohtë në Prishtinë, por ajo nuk vrehej nga rezultatet që arrinte Kosova ditë dhe askush sado që moti ishte i ftohtë, temperatura brenda trupit ftohtë jashtëzakonshëm. Brenda vetë shqiptarëve për ta festuar atë ditë, për ta përjetuar, pra ka qenë veçantë. Dhe më kujtohet, natyrisht po i shkëmbejmë edhe këto përvojat, emocionet e asaj dite. RTK Radio, duke pas parasysh edhe që ndodhemi mu në qendër afër sheshit, ka qenë një fest, të themi, e papërshkrueshme. Valle, muzikë, gjithandej, aq sa që transmetimet e drejtë për drejta u bashkangjitën gjithë në Valle. Dhe imagjinoni ishte muzika që po shkonte në sfond, përderisa shuan orë e orë po vallëzonim gjithë gazetarët, edhe vetë e prorët, dhe me të kthy pas pak, të themi pas një kohë, pas disa orëve që ka mbetur transmetimi dhe askush nuk është në për studio dhe ishte vetëm muzika që edhe po këndonte. Do thotë aq ka qenë një emocion, një ndjenjë veçantë që gjithë për një moment edhe haruam çdo gjë për me shënu këtë datë të rëndësishme. Por për gjeneratat e reja, por edhe për t'ja kujtu edhe ne dhe rikujtu vetës sonë, si erdhëm deri tek pavarësia. Po është një rrugë gjatë e popullit shqiptar të Kosovës për liri dhe pavarësi, natyrisht që sakrificat dhe lufta e vazhdueshme e gjithë atyre patriotëve të cilët nuk u ndalën së kërkuari pra liri përmes pushkës dhe përmes luftës, e nisur që nga periudha e rilindjes kombëtare shqiptare, që nga koha e lidhjes shqiptare të Prizrenit, kur në atë kohë shqiptarët ndodheshin të pushtuar nga perandoria osmane dhe pastaj për gjatë tërë atyre shekujve shqiptarët e kishin të qartë se vetëm një pavarësi e popullit shqiptar, që do të ishte edhe e gjitha vilajeteve shqiptare, do të krijonte një stabilitet për vetë shqiptarët në Ballkan. Ndonse me 28 nëntori në vitit 1912 shqiptarët nuk e arritën qëllimin final dhe po ashtu u coptuan dhe u ndan në disa shtete, pra në disa vende, prapse mbeti pa realizuar qëllimi i tyre dhe ëndra e tyre pra shekullore që të jetonin të lirë dhe të pavarur. Pjesa ku shumica e territoreve shqiptare pra mbeti e okupuar përsëri, pra në pushtimin serb dhe malazez, vazhduan për shekullin 20 që të përsërit pra të organizoheshin në rezistencë të armatosur, për shkak se në periudhën e viteve 1913 deri në mbarim të luftës së parë botërore, kishte një represion të madh ndaj shqiptarëve ku ju mirej prona ku shqiptarëve në Kosovë detyroheshin që të shprenguleshin dhe po ashtu ku shqiptarët ishin përballë një metode e cila e nënkuptonte edhe konvertimin me dhunë në fenë ortodokse. Profesor, e përmende, kërkoj ndjes po ndërprej po për gjeneratat e reja, sidomos, e përmende 28 nëntorin 1912, plot 114 vitet që Shqipëria u pavarësua. Mund vetëm pak të na e rikujtosh dhe të tregosh gjeneratave të reja, sidomos tyre 18 vjeçarëve që po na dëgjojnë, pse u nda Kosova në atë kohë, si mbeti kaq dhe pse zgjati kaq shumë? Po,
konferenca e ambasadorëve në Londër, pra e cila i filloi punimet me 17 dhjetor 1912 dhe përfundoi me 29 korrik 1913, mori vendimin për njohjen e pavarësisë së shtetit shqiptar në garancinë e 6 fuqive të mëdha dhe gjithashtu përcaktoi një kufi, pra verior dhe jugor të shtetit shqiptar, i cili nuk përfshinte pra më shumë se sa 28.000 km2, sa që i ka sot Shqipëria nga ajo kohë deri më sot. Dhe kjo ndamje nënkuptonte që jashtë territorit të Shqipërisë londineze, me quajtur kështu, e cila është deri më sot mbeten pra territoret e shqiptarëve, domthonë në Kosovë, në Maqedoni, veriore që është sot, në Greqi, pra pjesa e Qamerisë, dhe kësaj pra u pamundësua dhe u bë një padrejtësi historike që shqiptarët ishin në një shtet të vetëm. Kjo si Bën rezultat mirë në atë kohë që pranuan këtë ndarje, apo do ishte mirë ndërsa të qëndronin bashk, apo kjo ishte mënyra më e mirë që të paktën një pjesë të pavarësohej? Nuk ishte pranuar, shqiptarët nuk e kishin pranuar një ndarje të tillë, për shkak se ishte ndikimi i madh i Rusisë në atë kohë, që gjeti mbështetjen e Francës dhe të Britanisë së Madhe, që plani tyre, pra një plan i krijuar në konferencën e ambasadorëve, ta paraqiste një Shqipëri të hollët gjatë, që e kemi sot, pra vijen bregdetare të Adriatikut, që nënkuptonte me ndërprej, po ashtu Austro-Hungaria dhe Italia me ndërprej daljen e Rusisë në detin Adriatik dhe krijoi një mes balansin në mes fuqive të mëdha, por nuk krijoi balans të shqiptarët, për shkak se nuk krijoi një lloj territori ku shqiptarët do të ishin të kënaqur dhe një shtet ku shqiptarët do të ishin të kënaqur. Dhe kjo si dëshmi e kësaj është kryengritja e vitit 1913 pra e shtatorit, kur kemi Isa Boletinin dhe Bajram Curin, Elezi Sufin dhe patriot të tjerë të cilët organizojnë kryengritjet përgjatë kufirit ku përcaktoi të vendosej, pra prej Dibres, që ishte në Maqedoni, deri në Lum, pra në Prizren, e cila është kryengritja më e madhe organizuar pas 1912-s, pra kryengritjes përgjithshme, dhe kjo është rezultati i asaj për me shpërfaq që shqiptarët nuk janë të pajtimit dhe nuk pajtohen me ndarjen dhe me këtë kufi që i është vendosur pra nga konferenca e ambasadorëve në Londër. Dhe nëse analizojmë, shohim nga datat, plot 96 vite pas Shqipërisë pavarësohet Kosova. Pse ju deshën 96 vite? Kush ishin, të themi, si është historia? Kush ishte pengesa kryesore për mos pavarësimin kaq të gjatë të shtetit Kosovës? Pushtuesit, për shembull, ne kishim një pushtues që ishte serbo dhe malazez, i cili e ripushtoi Kosovën, pra e ripushtoi pasi që në 1915 Serbia kapitulon, por me ndihmën e Francës përsëri ringritet, dhe kështu që politika e Nikola Pashiqit që e fillon ndaj shqiptarëve në Kosovë është politike spastrimit etnik, është politike shprenguljes, pra që kanë nënkuptuar dhe dhunës, e reprezialjeve, e vrasjeve e tjerë, pra që janë një metodë cilin e ka pas për gjatë tërë shekullit 20 Serbia të aplikuar ndaj shqiptarëve në Kosovë, por fatmirësisht që nataliteti të shqiptarët ka qenë në vazhdimsi dhe që ndjenja adhetare, pra ndjenja e atë dashurisë të shqiptarëve ka qenë që të rezistojnë dhe të qëndrojnë në Kosovë. Gjithashtu, paralelisht me këta, ne kemi rezistencën e patriotëve, pra që organizojnë në historiografi thuhet si lëvizje kaçake, po ne e kuptojmë kohën e atëhershme pse kanë interpretuar të tillë në historiografi. Por ajo ka qenë lëvizje çlirimtare, pra organizimi i luftës së armatosur kundrejt pushtuesit. Deri më vonë që kemi dhe Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, por ajo ishte një lloj organizimi ushtarak për me rezistu kundër pushtimit serb dhe malazez në Kosovë. Dëshmitë e tilla janë të vazhdueshme, për shembull ne kemi organizimet e patriotëve siç janë Hasan Prishtina,
Azem Galica dhe më vonë pra kemi Shaban Polluzhen, i cili është po ashtu një tjetër që organizon deri në luftën e dytë botërore, pra deri në mbarim të luftës së dytë botërore, rezistencën e armatosur kundrejt pushtuesit në Kosovë. Sado që ndihma nga jashtë, pra për shkak se ne kishim një shtet shqiptar, por që ishte i pamundur ta ndihmonte sa duhet pra këtë lëvizje çlirimtare në Kosovë dhe njëkohësisht edhe faktorët e jashtëm, për shembull faktorët ndërkombëtar, të cilët akoma nuk e kishin të njohur problemin në çështjes së Kosovës. Pikërisht do ndalim edhe këtu tek faktori ndërkombëtar. Ai u deshën në 96 vite për ta kuptuar një vend të vogël si Kosova, që nuk kërkonin asgjë më shumë se sa të drejtën themelore dhe të ishin të pambarë. Çfarë ndodhi me faktorin ndërkombëtar, apo çfarë po ndodhte ato 96 vite? Pse nuk u shihte Kosova? Në planin e parë ishte Shqipëria, për shkak se Kosova kishte, siç e thash, kishte mbetur e pushtuar në mbretërinë së KS, Jugosllavinë më vonë, dhe kështu që brenda asaj konjunkture politike ku ishin kombësitë dhe kombet në Jugosllavi, nuk prezantohej si diçka që ekziston si Kosovë, pra në planin ndërkombëtar Jugosllavia paraqitej si një federat ku brenda saj mund të kishte republikat, por nuk kishte këto paraqitjet për krahinat, pra që ishin Vojvodina dhe Kosova. Dhe natyrisht zëri i shqiptarëve në atë kohë në kuadër të pushtimit të Jugosllavisë ishte i pamundur të dëgjohej jashtë, për shkak se atje nuk prezantohej si Kosovë, po prezantohej si Jugosllavi. Dhe ky problem shfaqet deri në ditët e sotshme, për shembull ka shumë bashkëdhetar tonë që jetojnë gjithandej Evropës dhe kanë pasur shumë probleme në regjistrim, sepse akoma ja kanë shkruar deri vonë si Jugoslav. Pra dhe një term i cili është termi i shpikur, që nuk pasqyron realitetin, që nuk pasqyron një prejardhje, pra të popujve dhe të etnive, pra të kombeve që jetojnë, dhe kësaj pra politika jugoslave ka qenë për të shtypur Kosovën dhe shqiptarët në Kosovë dhe për të ngritur pra në arenën ndërkombëtare popujt siç kanë qenë pra serbët dhe për ta prezantuar këtë territor si të serbëve. Pyetje që zakonisht po i bëjnë kryesisht edhe të adoleshentëve dhe të rinjt, që ata janë shumë kureshtar, kurioz, janë të guximshëm edhe në pyetje, por edhe në kritika. Detyrë e kujt ishte për ndërkombëtarët me kuptu edhe me pa që kjo është Kosovë dhe nuk është Jugosllavi. A kishte përgjithësi vendi jonë apo edhe shteti antar që është në anën Shqipëri me tregu pak më përsa afërm ve faktorët ndërkombëtar që është një vend që nuk është më Jugosllavi. Kishte të shkruar diçka apo thjesht pritej çdo gjë që një ditë më na pa dikush që ne jemi këtu. Shqipëria në atë kohë kishte një sistem monist ku ishte izoluar nga bota dhe kjo ishte fatkeqësia më e madhe për kombin, të rast edhe për Kosovën. Në shqiptar të Kosovës. Për shkak se në atë kohë nëse do të ishte që nuk do të ishte pjesë e një sistemi siç ishte pra sistemi i lindjes ku kishte hyrë, pra ku kishte aderuar pra Shqipëria, do të ishte më lehtë depërtimi në arenën ndërkombëtare. Por kjo ishte një met dhe një diçka që ishte shumë e rëndë për neve në Kosovë. Por në anën tjetër, në Kosovë ishte një e mirë për shkak se e adhuronin Enver Hoxhën, por Enver Hoxhën imagjinar. Pra jo Enver Hoxhën real, për shkak se këta s'kishin mundësi ta shihnin. Të prirur për ndërtu iluzione. Pra ndërtonin atë që ishte atë dashuri, pra nuk e humnin, nuk ishte një lloj forme për me rujt popullin shqiptar nga asimilimi, pra nga tjetërsimi, për shkak se politika jugoslave ishte që ndalonte përdorimin e simboleve kombëtare, ndalonte shkollimin në gjuhën anëtare dhe të pamundësonte që të humte ndjenja edhe e përkatësisë etnike, pra edhe asaj që ishte kombëtare. Dhe ky pra krijim i një realiteti të
Shqipërisë, pra të shtetit duke pasur për bazë pra idenë e Enver Hoxhës imagjinar, bëri një lloj favori për shqiptarët në Kosovë për shkak se e ruajtën lidhjen pra me Shqipërinë dhe lidhjen me atë që ishte si gjë amtare, pra që ishte e kombit shqiptar. Por padyshim që nuk mund të arrihej diçka e tillë me idenë e pa e ndërmarr hapin që nënkuptonte pra aksionin, këtë rast rezistencën, dhe ne kemi pra të gjithë ata që fillojnë tash të organizojnë dhe të krijojnë organizata të fshehta patriotike, pra jo me termin që është organizat ilegale, po unë e quaj organizatat të fshehta patriotike, në këtë rast siç janë Endesheja, siç është ma vonë organizata e Adem Demaçit, siç është ma vonë organizata e vëllezërve Gërvalla, e Kadrizekës e të tjerë, pra që janë edhe plejada tjetër e patriotëve shqiptar në Kosovë për të organizuar popullin shqiptar në formën e rezistencës kundrejt pushtetit jugosllav. Pra, tani kemi përmes këtyre organizatave të fshehta patriotike, ku shumë adhetar fillojnë të hyjnë dhe që disa në historiografi përshkruajnë si marksiste-leniniste, por marksizëm-leninizmi është në atë kuptimin e asaj imagjinare për ta ushqy idenë nacionale në Kosovë, pra nuk është sepse shumica prej tyre nuk kanë pasur idenë se çfarë po ndodh në fakt në Shqipëri atje, se cilat janë përsekutimet që po i bën Enver Hoxha ndaj sistemi diktatorial. Diktatura e tij se çfarë po bën atje, por thjesht pra kjo ishte për ta mbajtur një lloj vetdije nacionale në Kosovë. Dhe ky aktivitet i këtyre organizatave të fshehta patriotike dhe natyrisht edhe i burgosjes së tyre, pra nga Jugoslavia, bëri që ne ta kemi shpërthimin e demonstratave të 68-s. Dhe demonstratat e 68-s janë ajo që ka ardhur nga rinia e Kosovës. Këtë desha të pyesja kush i organizoi këto? Pra janë rinia e Kosovës, janë shumica prej tyre të cilët ishin nxënës të shkollave të mesme dhe të atyre që kishin filluar të studionin, pra në shkollat e larta dhe në fakultetet në Kosovë, dhe të cilët pra i kishin 3 nga qëllimet kryesore, dhe që është prej demonstratave në Kosovë që e ka arritur qëllimin dhe ka realizuar pra të 3 qëllimet kryesore. Është përdorimi i flamurit, pra kombëtar, është duam universitet, pra që më vonë realizohet ndër atyre dhe krijohet Universiteti i Prishtinës, në atë kohë i quajtur Universiteti i Kosovës, dhe që e kanë kuptuar shkollimin në gjuhën kombëtare, pra në gjuhën shqipe. Si e shihni ju historianët? Kush është të themi në të apo e quaj fajtori, por ai kryesori për të mirën e vendit që ka qenë edhe iniciator kryesor për me mbri sot ku jemi edhe për me u pavarësu Kosova. Kush ishin më të zëshmit në vendin tonë? Mos me pas qenë ajo forcë, pra e cila brenda saj kishte kalitur idenë e rezistencës së armatosur, pra dhe e asaj të cilët duhet të sakrifikohej për Kosovën, ne nuk do të ishim sot në këtë ditë këtu duke e festuar 18 vjetorin e Republikës Kosovës. Pra kur e them këtë, si e bëj një paralelje dhe një krahasim, sikurse që ishte kryengritja e vitit 1912, e cila kulmoi pra me shpalljen e pavarësisë së shtetit shqiptar, por që nuk ishte një numër i madh, ne mund të themi që është sillur rreth 18.000 forcat të cilat kanë qenë, por që nuk ka qenë as përqindja sa do duhet të arrinte sa ishte popullsia shqiptare në atë kohë, dhe njëkohësisht
as përqindja së sa e kemi pasur pra gjatë viteve 80 dhe 90, të cilët mbështesnin një ide të tillë pra të forcës së armatosur dhe të rezistencës së armatosur. Pra, pa këtë rrymë që kam bjetuar në treva shqiptare dhe të shqiptarët, ne nuk do të mund të arrinim pra lirinë dhe pavarësinë. Pra jemi vetë në shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët në përgjithësi që e sollën pavarësinë e Kosovës, sepse e kemi atë prirje fatkeqësisht që ndonjëherë edhe pavarësia dhe gjitha jap një atribut apo të themi një kohje individuale, qoftë me emra të veçantë politik, që mos ishte ky ne nuk ta kishim pavarësinë, ose mos ishte ky nuk do ta kishim. Pra, ky sukses dhe kjo pavarësi na takon gjithë neve shqiptarëve, gjithë mundit shqiptarëve kudo që janë. Patjetër. Një gjë duhet me pas parasysh që historia më e rëndësishme e secilit popull që është në këtë rrezull toksor nuk shkruhet pa gjak. Pra, një histori e lavdishme, një fitore e lavdishme nuk arrihet pra pa sakrificë edhe pa flijim. Në këtë rast, edhe ne shqiptarët, domethënë e kanë pas parasysh çdo herë këtë, sepse pa rezistencë, pa sakrificë dhe pa flijim nuk mund të arrihen ato që janë qëllime madhore. Prandaj, secili në formën e vet që ka sakrifikuar, që ka pas, domethënë, idenë për rezistencë, për të dhënë jetën për Kosovë, pra për të flijuar për Kosovën, kjo ka qenë pra ai që mund të thuhet si rezultat final. Pra, nëse ti nuk e ke pas mendjen që ki mu fliju për Kosovë, pra deri në pikën e fundit të gjakut, atëherë ai qëllim nuk arrihet. Pra, ideali që ka qenë ideali i lirisë nuk arrihet duke vendosur pra duart në jastak, po duke vendosur duart në armë dhe në pushkë dhe në rezistencë kundrejt pushtuesit që ka qenë serb. Pse pas luftës 99 përfundoi lufta, na u desht 2008 pothuajse gati 9 vite për me u shpall pavarur. Çfarë ndodhi? Çfarë thot historia? Për shkak se lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës imponoi faktorin ndërkombëtar që të thirrë një konferencë ndërkombëtare, siç ishte konferenca e Rambujës, e cila brenda saj kishte strategji të perceptimit edhe të realitetit në Kosovë nga arena ndërkombëtare dhe në anën tjetër për statusin final të Kosovës. Për shkak se gjithë ajo luftë që u organizu dhe po ashtu bombardimet e NATO-s kundrejt caqeve ushtarake pra serbe, e kanë nënkuptuar se kthim prapa ma nuk do të ketë, pra që pas 99-s nuk mund të kthehet, dhe është se si të zhvillohet tash çështja e statusit final të Kosovës. Prandaj ndërmarrja e hapave që duhet të hyjë një forcë e NATO-s në Kosovë, pra që nënkuptonte sigurinë e kufive të Kosovës dhe të vetë Kosovës, për shkak se ishte pas luftës një situatë emergjente në Kosovë, dhe në anën tjetër vendosja e administratës ndërkombëtare, në këtë rast të UNMIK-ut, e cila do të fillonte të ndërtonte institucionet e para në Kosovë, për shkak se deri në atë kohë kishin ekzistuar institucionet e dhunshme të regjimit të Miloševićit, dhe kështu që të bëhet një lloj tranzicioni i institucioneve dhe të ndërtoheshin institucionet në Kosovë. Kjo periudhë pra ndërtimit të sigurisë, të paqes në Kosovë dhe çështja tjetër e ndërtimit të demokracisë, pra përmes organizimit edhe të zgjedhjeve ku do të delnin pra institucionet e Kosovës, në atë kohë të quajtura si institucionet e vetëqeverisë të Kosovës, por që kishin në krye të tyre ishte krye administratori, i cili vendosej nga OKB-ja, pra i cili çdo 6 muaj ndrohej dhe vendoste firmën të gjitha vendimeve që delin nga institucionet e pavarura ose të vetëqeverisë, me quajtur kështu, të Kosovës. Dhe pas 3 viteve, pra që nënkuptonte ajo që ishte si
marrëveshje e Rambujës, në kuptonte pas 3 vite të hapej çështja e diskutimit të statusit final të Kosovës. Pse u deshin 3 vite? Për shkak të ndërtimit të paqes dhe të ndërtimit të demokracisë të Kosovës, pra institucioneve. Pra do të ishim në një lloj vëzhgimi nga ndërkombëtarët se si po shkojmë pas luftës? Dhe një lloj stabiliteti pra të vendit, për shkak se një vend që kishte dalur si vend i shkatruar totalisht, nuk mund të imagjinohemi njëherë që të krijohej si një entitet i pavarur, pra ku për shkak se duhej ndihma e faktorit ndërkombëtar, sepse s'kishte as buxhet, pra buxheti duhet të ishte një i financuar nga ndërkombëtarët dhe kësaj pra të fillonte gjenerimi të hyrave në një situatë emergjente, pra që ishte Kosova e rënuar në atë kohë, e shkatruar, pra gjitha ekonomitë familjare ishin të rënuara, në shtëpitë e djegura, njerëz të cilët kishin humbur familjarët e tyre në luftë, persona të pagjetur pra të zhdukur, traumat të mëdha të luftës dhe ana tjetër që nënkuptonte një situatë emergjente të rindërtimit të Kosovës, fabrikat e shkatruara të mbyllura që nuk mund të gjenerosh vende të punës dhe për nga të paguash ata punëtor, dhe pra një situatë të tillë 3 vjeçare nënkuptonte që gjitha këto elementet të dizajnoheshin, risistemoheshin dhe të kontrolloheshin pra edhe çështjet e sigurisë, për shkak se Kosova duhet të ndërtonte një paqe. Atë ishte një rikonstruim i total i vendit që duhet të ndodhte dhe natyrisht ju desh të vite. 2008, 17 shkurt. Çfarë po ndodhte në Kosovë? 17 shkurti është një rezultat që ka ardhur pra si pasojë e gjithë asaj sakrifice edhe luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra sakrifice e popullit të Kosovës, të cilët bën domethënë të mundur 17 shkurtin. Natyrisht që edhe uniteti i faktorit politik brenda Kosovës, për shkak se ne kishim krijuar një grup të unitetit që ne kuptonte të gjitha partitë politike në Kosovë duhet ta kenë qëllim të tyre final pavarësinë e Kosovës, dhe negociatat që u zhvilluan pra në vijën të cilat dështuan për shkak se nuk kishte pajtueshmëri ndërmjet palës të Kosovës dhe të Beogradit, dhe erdhi pastaj një ndikim i madh në këtë rast i Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta emëruar një përfaqësues special, këtë rast që ishte Mati Ahtisaari, i cili do të hartonte një plan për statusin final të Kosovës, që nënkuptonte pra një pavarësi të Kosovës, por që do të jetë mbikëqyrë për disa vite nga faktori ndërkombëtar. Dhe 17 shkurti është rezultat edhe i qëndrimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra i ndihmesës së madhe, ku vizita e presidentit Bush në Tiranë, pra që ka nënkuptuar, i ka parapri dhe një deklaratë e tij që thotë enough is enough, që Kosova duhet të jetë pavarur. Pra që ka nënkuptuar se pavarësia e Kosovës mbetet çështje ditëve. Dhe është shumë interesante sepse data dihet, pra që ka qenë ose dita dihet, po të gjithë Presin orën. Ka qenë 3:15, nëse nuk ka boja, apo 45? Në atë se çfarë kemi pikërisht nga kjo shtëpi që bën transmetimin Radio Televizioni i Kosovës, në momenti kur pra ka ndodhur shpallja e pavarësisë është 15:39 minuta. Pra që është 3:39. Që ne kupton shpall Kosovën, shtet të pavarur, demokratik dhe sovran. Po, pra kjo është emocioni veçantë. Që ne kemi mundur ta kemi për shembull për dallim prej asaj kohës, pra të vitit 1912, ku nga dokumentet diplomatike shohim dhe parafrojmë orën e përshtatshme, këtu nga Radio Televizioni i Kosovës, nga media kemi mundësi ta kemi edhe orën dhe minutin e sakt pra të atij momenti. Mirë, 15:39 minuta. Ta bëjmë gati për fund këngën e Shkurtë Fejzës, jo nuk ndahet Mitrovica, dhe jo rastisht po e kërkoj, tash në të pavarur plot 18 vite. Ju historianët si po e shefni? A jemi duke shënuar
histori? Kosova ka arritur të ketë një prosperitet, kur e themi prosperitet është fakti se ka ndërtuar një demokraci stabile që se kanë vendet e rajonit. Pra, për shkak se kjo e shpërfaqet atë se sa kanë vujtur shqiptarët që të arrit dita për të nxjerrë institucionet e veta dhe për t'i votuar përfaqësuesit e vet. Pra, ky është një element që kanë luftuar për atë ditë dhe kanë arrit, dhe kjo është një dëshmi se sa është mentaliteti duke u zhvilluar. Ajo pritet që ma vonë ta kemi për shkak se gjithë sociologët, gjithë studiuesit thotë që një shoqëri konsolidohet pas 50-60 viteve. Dhe ne jemi një shoqëri duke u konsoliduar, sado që e kemi Adolescent, 18 vjeç. sado që e kemi shtetin, pra Qepurin tu e arrit tani. pra duhet ta ndërtojmë pra shoqërinë, mentalitetin e shoqërisë. Dhe nga njëherë ndodhin gjëra të vogla, por që nuk e prekin atë që është qendrore, pra nuk prek shtetin, nuk e prek bazamentin për nga ka. Dhe një element i rëndësishëm që është në sfidë sot është që ne të nderojmë dhe të respektojmë ata që kanë sakrifikuar për Kosovën, për lirinë dhe për pavarësinë. Shënuam histori që nuk lam si shqiptar ta ndajmë Mitrovicën. Kjo është një e arritur e tërë popullit të Kosovës, për shkak se shqiptarët kanë qenë viktime marrjes së territorit, e grabitjes. Shqiptarët asnjëherë s'kanë qenë hegemon, asnjëherë s'kanë qenë pushtues. Të tjerët ja kanë marrë territoret shqiptare. Dhe në këtë rast ne nuk kemi më territor për me dhanë, pra ne kemi mbetur në këtë territor si pasojë edhe ndërkombëtarëve dhe si pasojë edhe vendeve fqinje që na kanë marrë pa drejtësisht edhe na kanë pushtuar. Prandaj ne nuk kemi më territor për me dhanë. Dhe nuk do t'japim. Pra ideja është se ne nuk do t'japim sepse ky është territori që kemi mbetur, jo për fajin ton, po për shkak të tjerëve, dhe prandaj ma nuk kemi çka të kurremi. Dhe duhet ta ruajmë me shumë xhelozi, me shumë dashuri, me shumë punë, edhe me shumë mund e sakrifisi që thatë paqja, liria, qetësia nuk arrihen pa sakrificë edhe pa mund. Faleminderit shumë që ishe me neve. Mesazhi një historiani për 17 shkurtin sot, dhe do e mbyllim me këngën e Shkurtë e Fejzës, jo nuk ndahet Mitrovica. Ishte kënaqësi edhe një herë urime 18 vjetori i Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne.